Ballabani e qënë së donte që t'i mbushte mendjen sultanit. Ja nisi duke I thënë, sipas mendjes time, u prije si ndritur, nuk ka sigurisht asgjë më të turshme, asgjë më të shëmtuar, më të rryer, se sa morëm një njohja. Ata që janë përpjekur e molepsur me këtë vezë, ta duhen nxjerrë krejt jashtë, jo vetëm nga rreti dhe shoqëria e qiellorëve, por edhe nga numri I njerëzve dhe nga kufit e natyrës njerëzore. Kur unë ri e mendoj, o prije si pathyeshëm, shpesh, e dëndur me vetë mirëbërësit që kam pasur, dhe herë prej madhërisë sate, dhe që tregojnë bujarin tënde. E shoh se me përjashtim të Zotit, askujt tjetër, nuk I detyrojmë sigurisht, e nuk I jam më tepër mirënjohës se sa madhërisë sate, sepse ti ke qenë për mua gjithmonë prind, gjithmonë mirëbërës, sepse prej teje unë e kam frymën, jetën dhe çdo gjë që jam. Po s'ka dyshim se do të më duhej një kohë gjatë që t'i përmendja tani gjithë nderet, gradat e detyrat që kam pasur si kapetan në urdhat dhe drejtimin tënd. Për këto unë nuk I di se si mund të të falënderoj dhe të ta shpërbej ndryshe. Veç se po të dëshiroj natën e ditë për jetën tënde, po të ri roje e pa fjetur, po të dertë mundin, më në fund gjakon, dhe po të jap jetën për ty, gjë që Zoti qoftë. Dëshmitar, unë e kam bërë nga herë, gjerë tani, dhe zotohem se ta bëj edhe në të ardhmen. Me tërë besnikërinë, sinqeritetin dhe respektin. Tërë puna tani duket se është dhe qëndron rreth Skënderbeu, princit e Epriot, prej të cilit unë, ka që Perëndi ndoshta, e deshën kështu, u dërmova para pak kore dhe mora aratin. Për këtë gjë, madhëria jote, e pa të udhës ndoshta, jo pa të drejtë, që unë të meritoj e qërtimin, por nuk më duke se është koha tani për të biseduar. A u munda vetëm unë nga Skënderbeu, apo më vort, nga vullneti I Perëndit, përkundrazi. Tani duhet menduar më tepër se ç'duhet bërë me armikun, dhe unë do të jem I kënaqur, që vetëm këtë t'i them tani madhërisë sate. Unë kam dëshmitar Perëndit dhe gjithë bashkëluftëtarët e mi, që mbetëm gjallë nga kjo betejë e përleshje. Ata e dëshmojnë që unë, para se të hidhesha në luftë, bëra gati të gjitha, rregullova dhe sigurova çdo gjë, se nuk veprova pa plan, nuk më mungoi koha e duhur dhe e përshtatur për betejën, as vendi, as ushtarët, as rregulli, se nuk lash pa marrë parasysh, apo pas dore asgjë që ishte në favor të fitores, dhe që vlente për t'i arritur fitore. Kjo veç nuk është në dorën tonë, por në dorë të fatit, I cili I rrotullon, I këmben, e I ndryshon, I ngreh lart dhe prap I ul poshtë njerëzit dhe punët e tyre sipas qefit të vet. Prandaj unë nuk e quaj se unë munda vetëm nga Skënderbeu, por më tepër nga vullneti I Perëndive, planet dhe vendimet e të cilëve neve na janë të fshehta dhe krejt të panjohura. Por po kthehem në temë. Shumë gjëra dëgjoj të thonë o prije si ndritur për Skënderbeun, gjëra për Erkulin mbi njerëzor, se ai është I pathyeshëm në luftë, I pamposhtur në armë, që s'merr plak nga hekur. E ama, kur ishte shtatzën me të, thonë se pa natën në gjumë, sikur ishte duke qitur në dritë një dragua me një trup shumë të madh, I cili po shtrinte kokën përpara me gojë të hapur mbi tokën dhe kombin ton. Po na shqyente dhe po na gëlltiste, ne të gjithëve, përkundrazi. Këmbët dhe pjesët e tjera të trupit, ai kishte lëshuar në det, dhe I mbante të shtrira në paqe dhe qetësi, ndërmjet adhuronjësve të Krishtit. Duke u zgjuar me gjak të ngrirë nga tmeri I ëndrës, dhe duke u dridhur e tëra, ajo I rrëfeu ato që pa në gjumë, burrit të vet Gjon Kastriotit, I cili I kënaqur e tërë gazë, thonë se shpjegoi kështu ëndrën e saj. Ajo të mos dëshpëroroj, dhe të mos kishte fare frikë, sepse do të linte jo dragua, por një djalë, I cili do të dilte një burr I madh, I dëgjuar e trim në luftë.
dhe do të ishte armiku më i rept dhe i përhershëm për turqit dhe për fenë otomane, kurse për të krishterët dhe për fenë e tyre mbrojtësi më i madh e çuditbërës. Por unë kam mendimin tim për këtë njeri, që do ta shfaq e do ta them tani të tu hapur. Që Skënderbeu është një burr trime luftëtar, i rrahur në punë të luftës e të ushtrisë, që e njeh mirë shkencën dhe artin ushtarak. Këtë nuk ja mohoj, sepse dihet që ai është ushtar. E marr gjithmonë dhe pothuaj që fëmijë me armë, dhe ka nisur me fushata e ka qenë ngaherë ushtar. Veç kësaj, ai zbret në betejë dhe përleshet me armiku, si ndonjë rufe e vetëtim. Por nga ana tjetër, unë them se edhe ai është njeri dhe i vdekshëm, sikur njerëzit e tjerë që mundet në luftë dhe të mposhten me armë. E s'ka qenë ngahera fitimtar, por është thyer dikur edhe ai. Dhe me të vërtetë, cili është ai njeri aq i shmendur dhe i marr, që të guxoj të mburet, se gjithmonë ka dalë fitonjës dhe s'është thyer ndonjëherë. Se ka patur në këtë jetë një lumturi të përhershme dhe në kënaqësi të paturbut, pa shijuar si shton edhe nga qypi tjetër. Mos nuk u dërmua vallë Skënderbeu, siç e di madhëria jote, në rrethimin e Beratit prej kapedanit tënd Sabalia, burr fort i dëgjuar e trim. Dhe a nuk e mori Aratin në përter të natës me shumë turp e me një grusht fare të pagët forcash dhe me zi shpëtoi. A nuk e besoi vallë shumë rënd nga ushtarët e mi, së bashku me ushtrinë e tij në ngushticat dhe bigat e Bajkalës. Pasi ja dërgova të lidhur shkëlqësisate në qytetin mbretëror, gjithë komandantët dhe kapedanët e tij më trima, të thyer në luftë dhe të kapur në betejë me humbje dhe kërdi të madhe, për ta dhe për tërë Epirin. Me urdhrin tënë pastaj, ata u ropën, mbaruan me turpin më të madh. Si rrjedhim, shkak të këtyre luftrave fort të mëdha dhe të pa prera, si edhe të shumë të tjerëve, që ne kemi bërë pa pushim kundër ti, fuqitë e tij tani më janë dobësuar e shkuruar. Dhe unë nuk dyshoj, o priesin ditur, se ne, po deshe ai të përleshjet, ja se do ta kapim të gjallë, ja se do ta dërmojmë dhe do ta vrasim në shpartallim me sipër, ja se siç do ta besojmë me kollaj, duke qenë i pa Zot, për të qëndruar me armë forcave tona, do të heq dorë nga fitoria, dhe do të vendosë që të ikë, duke na e lënë, dhe duke na e kthyer neve zotrimin e Epirit, pa luftë, pa vrasje dhe pa gjak. Shkëlqësia jote e di se s'ka gjë kundi më tepër dyshim, pa siguri dhe pa qëndrueshmëri, se sa në luftë, sepse kush fiton sot, do të thyet nesër, dhe ai që u mund sot, do të jetë fitimtar nesër. Prandaj është bërë zakon të thuhet se përfundimet e luftëtarëve janë më të pasigurta. Jo sigurisht nuk duket as pak pa vend, edhe për rastin tonë, sepse edhe ne, me gjithë që u mundëm dje, do të fitojmë sot ose nesër. Sepse njerëzit nuk dalin gjithmonë, as të mundur, as nuk. Dhe nëse na vajti mbar njëra rrugë, do të na vej patjetër tjetra, që ne do të fillojmë. Dhe nuk duhet humbur kurrë shpresa për fitore, por duhet provuar sa më shpesh fati, i cili sundon me të madhe, sidomos në luftë. Prandaj edhe ne le ta provojmë rishtas luftën me Skënderben, le të rrëmbejmë armët kundër tij, le të gatisim ushtritë më të fuqishme. Sepse nëse qofse do t'u avësh veshin fjalëve dhe do ta pëlqesh, si shpresoj mendimin tim, ne do të jemi patjetër fitimtar dhe nuk do t'i kemi perëndit nga herat të zemëruara dhe kundërshtar. Dhe tani kam menduar dhe kam gjetur edhe mënyrën me të cilën ne mund t'ja arrim me ndihmën e Perëndive një fitore të sigurt dhe të lehtë. Madhëria jote le të ketë mirësinë o prijes i ndritur të vendosë dhe të urdhërojmë që të zgjidhen kundër Skënderbeut, të bashku me një fuqi të madhe dhe me luljen e ushtrisë, 2 nga kapedanët më të mirë, 2 nga komandantët dhe krerët më të përmendur, të cilët duke u shtënë se drejtohen më fort për gjetë këse sa për ne Epir, të nisem e të udhëtojnë jo së bashku në për të njëjtën rrugë,
dhe veçan e ndarazi njëri nga tjetri përmes vendesh e udhësh të ndryshme. Si të kthejnë pastaj rrugë të hynë me shpejtësi dhe heshtjen më të madhe në krahinën dhe ta zënë Skënderbeun në befasi. Dhe asnjëri të mos e sulmojë armikun apo të hyjë në luftë me të, pa tjetrin. Por, pasi të pres shokun e të marrë pastaj vesh, i lëshohet së bashku, dhe në po atë kohë dhe ta dërmojnë. Në këtë mënyrë, ta do t'ja arrinë shumë lehtë fitoret dhe do ta bëjnë atë të copë bashkë me të ushtrinë e tij. Sepse nuk ka se si të ngjasë që armiku, i rrethuar dhe i mbyllur nga të katër anët, ta mund të dalë as të qëndrojë gjithë asaj fuqie dhe mizerie. Por s'ka dyshim se ai i thyer dhe i dërmuar prej nesh do jetë vetë fundi i madhështisë dhe i luftës së krijuar. Otomanit i u mbush mendja mirë nga fjalët dhe ligjërata e Ballabanit, dhe aty për aty vendosi që Ballabani të vepronte vetë sipas gjykimit dhe vullnetit të tij, dhe të gjitha punat e të dhëna fund luftës kundër Skënderbeut. Dhe pasi të merrte për shok, cilin të donte nga kapedanët e tij, dhe përpiqej me gjithë shpirt dhe me gjithë zemër që t'ja fillonte fushatës së Periotit, me cilën do ushtri me zëri, sa më me kujdes të urtësi, sepse thoshte, s'kish gjë më të shtrenjtë, gjë më të dashur për të në jetë, se sa të dëgjonte që Skënderbeu u dërmua dhe pësoi kordi së bashku me të ushtrinë e vet, apo se u dëbua jashtë mbretërisë dhe u shëm. Dhe njëkohësisht ai bërtiste me zë të ngritur, se s'kish si të quajë mbret i lumtur, veç po të shiste. Dhe ishte qëruar Skënderbeu, prej të cilit kishte pasur gjithë ato këqija, gjithë ato dëme, gjithë ato kërdi bashkë luftëtarësh dhe kapedanësh të tij, veçanërisht vdekjen e tetit. Kështu Ballabani, pasi e pati nga Otomani vendimin që të vepronte lirisht në këtë fushat dhe luftë, bëri një rekrutim sa më të madh dhe e formoi ushtrinë prej burrash e ushtarësh shumë të fortë. Për shok, ai mori Jakub Arnautin, të cilin e porositi që ta shpinte ushtrinë në Epir, duke u udhëhequr përmes Greqisë dhe Tesalisë. Nga ana e detit, ai urdhëroi këtij që të mos guxonte të hynte vetëm në luftë me Skënderbeun, dhe të mos e sulmonte atë fare, gjersa të vinte edhe vetë së bashku me ushtrinë. Pastaj, edhe ai u nis menjëherë bashkë me tërë forcat e veta, dhe duke bërë një rrugë më të shkurtër përmes Thrakisë e Maqedonisë, hyri në Epir më shpejt se Jakub.